Tërniqevci, një fshat i vogël në komunën e Novobërdës, i qetë, i shtrirë me skodrave, me rrugë të ngushta dhe shtëpi që sot flasin më shumë me heshtjen se sa me zë njerëzish. Në këtë fshat jetojnë shumë pak banor. Sot Tërniqevci është pothuajse i zbrazur. Popullsia është kryesisht serbe, ndërsa shqiptarët janë pothuajse të munguar. Vetëm një shtëpi shqiptare vazhdon të qëndrojë këtu, si dëshmi e pranisë shqiptare në këtë zonë. Jeta në Tërniqevc nuk është e lehtë. Banorët që kanë mbetur merren me bujqësi e blegturi, ndërsa shumë shtëpi janë të mbyllura, obore të zbrazta, dyer që nuk hapen më. Vitet e fundit fshati po zbrazet edhe më shumë. Familjet serbe po largohen, duke u shpërngulur drejt Nishit, në kërkim të një jete më të lehtë. Pas tyre mbesin shtëpi bosh dhe rrugë gjithnjë më të heshtura, por kjo tokë mbetet këtu. Këtu janë trojet e Kosovës, dhe trojet shqiptare janë trojet shqiptare. Tërniqevci sot është një fshat i vogël, por me një realitet që flet qartë për lëvizjet e popullsisë dhe ndryshimet që po ndodhin në komunën e Novobërdës.